dënon hakmarrjen politike ndaj efektivëve që zbatuan ligjin. Nisur nga deponimet e strukturave të Partisë Demokratike në lidhje me vijimin e procedimit penal të iniciuar pas publikimit të një videoje nga drejtuesi i opozitës, profesor doktor Sali Berisha, ku dokumentoheshin materialet zgjedhore dhe para në një lokal në fshatin Pekisht, ju bëjmë dije se pasi policia e Elbasanit referoi çështjen prokurori dhe kjo e fundit vijoi me procedurat për ndjekje penale të rastit, strukturat e policisë shtetit janë vënë në funksion të një fushate hakmarrjeje politike. Në urdhat politik të Edi Ramës dhe në drejtimin e Ilir Prodës në policinë e shtetit, është ndërmarrë një seri masash disiplinore dhe ndërshkuese ndaj efektivëve që guxuan të veprojnë në përputhje me ligjin. Konkretisht, sipas informacionit të sjellë nga deputeti i zgjedhur, zoti Blendi Himçi, është nisur procedim disiplinor ndaj shefit të krimit ekonomik në drejtorinë e Elbasanit, zoti Kliton Zhari. Është pezulluar nga detyra në drejtori i policisë qarkut Elbasan, zoti Sadik Kateshi. Procedim disiplinor dhe transferim për shefin e krimeve të komisariatit Peqinit, zoti Denis Sinani. Këto masa përbën një akt të pastër hakmarrjeje politike ndaj efektive që refuzuan të heshtin përballë manipulimit të zgjedhjeve dhe që ushtruan detyrën e tyre me ndershmëri dhe profesionalizëm. Nga ana tjetër, emra si Krenar Guçe promovohen me poste si shpërblim për shërbim në funksion të farsës zgjedhore të zhvilluar 11 maj. Partia Demokratike dënon me forcë të sjellje arbitrare dhe paralajmëron se të gjithë rastet e abuzimit me pushtetin do dokumentohen dhe të ndërshkohen sipas ligjit. Faleminderit.